Në shtëpinë e Big Brother Kosovës, një moment i papritur ktheu atmosferën nga lojë në tension të pastër. Gjithçka nisi si shaka, por përfundoi si një nga situatat më serioze të ditës. Labinoti dhe Alba po lëviznin nëpër shtëpi, ende me energjinë e lojës me borë. Të qeshurat dhe humori i mëparshëm i kishin bërë të pakujdesshëm, pa e menduar se një veprim i vogël mund të shkaktonte pasoja të mëdha. Teksa u afruan pranë një prej dhomave, ata e gjetën Tonin duke u përgatitur, i befasuar nga prania e tyre. Situata u bë e sikletshme dhe e papritur, dhe Alba reagoi me instinkt loje, duke hedhur topa bore drejt tij, pa e menduar se situata kishte kaluar kufirin. Labinoti tentoi të qeshte dhe ta kthente gjithçka në shaka, por Toni reagoi ndryshe. Në përpjekje për të mbyllur derën dhe për t'i larguar, situata doli jashtë kontrollit. Alba u kap në derë për një moment dhe tensioni u rrit menjëherë. Britmat e saj u dëgjuan në gjithë shtëpinë, banorët e tjerë u ngritën menjëherë nga vendet e tyre. Disa u afruan, disa mbetën të shtangur. Loja kishte përfunduar. Atmosfera kishte ndryshuar plotësisht. Ajo që nisi si shaka, tani ishte kthyer në një incident serioz. Produksioni reagoi menjëherë. Zëri i Big Brotherit u ndje në shtëpi, duke kërkuar qetësi dhe distancim. Alba ishte e tronditur, ndërsa Toni duke i tensionuar dhe i mbyllur në vetvete. Labinoti përpiqej të shpjegonte se gjithçka kishte nisur si lojë, por ishte e qartë se rregullat ishin shkelur. Pak më vonë, momenti që askush nuk e dëshiron në këtë lojë ndodhi. Zarfi i zi u nis për në shtëpinë e Big Brother Kosovës. Një heshtje e rëndë ra mbi banorët. Të gjithë e dinin çfarë do të thoshte kjo. Zarfi i zi nuk vjen kurrë pa arsye. Ai është paralajmërimi më i fortë se kufit janë kaluar dhe se loja ka rregulla që nuk negociohen. Banorët u mblodhen në sallon, me fytyra serioze dhe mendime të ndryshme. Disa flisnin për papërgjegjshmëri, disa për reagim të tepruar, por të gjithë ranë dakord për një gjë, situata k.